për së drejtit e Terma VIP, gati për sfidën e kësaj nate, të cilën do të shkojmë t'ju shpjegojmë përmerreve tanë. Lutem mundësoni lidhjen me pjesën e sfidave, me arenën jashtë, aty ku I shikoj 3 sfidantët, që besoj do të kenë edhe tifozerit për katse nga fermerët e tjerë. Atëherë, Kostana, Klevisa dhe Indri, dukeni shumë të bukur edhe veshur kështu. Faleminderit. Shumë suksese sonte. Atëherë, unë do ta shpjegoj sfidën me fjalë, që edhe Indri ta arrit ta kuptoj plotësisht dhe pastaj të më thotë nëse e ndjen që mund ta bëj apo do të largohet dhe do t'i lër vetëm vajzat të sfidohen mes tyre. Sfida është e tillë, ju do të pozicionoheni sipër strukturës, aty ku jeni pra për nisjen e sfidës, do të gjeni një ulluk dhe 15 topa. Nëpërmjet ullukut duhet të fusni topat tek hapësirat boshe poshtë strukturës. Pasi të mbaroni topat, do të zbrisni nga platforma dhe do të merrni vetëm topat që kanë dalë nga hapësira. Me to, do të zgjuani birilat, të cilat gjenden në krah. Fitues shpallet ai që I rrëzon të gjithë birilat. Nëse ju përfundojnë topat pa rrëzuar të gjithë birilat, fitues do të shpallet ai që ka rrëzuar më shumë birila. Sfida do të nisë me rënjen e këmborës nga kryefermeri, nga bujaka në këtë rast. A është e qartë? A shumë e qartë vetëm një pyetje. Po. Jena detyruar mi hell tana topat apo edhe më pak se 15? Jo, të gjitha. Unë mund ta baj Arbana, Mund ta bësh, do ta provosh. Okej. Po më bëj sfidë unë? Okej, shumë mirë, shpresoj që mos lëndohesh. Do ta thrasim bujakën ku e kam. Ja ka. Po zamër, këtu jam, mos marr followin. Okej. Atëherë kurdoj që ti shohësh që janë gati jaka, ti godet këmborën dhe mos e luaj. Po luan Indri shumë. Qa? Po lëviz këtë. Okej. A jeni gati? Po. Deri në 3 ku me 1. Qetësi tash, please. Levis me në dorë. E kam fix drejt. Deri në 3 do në mrëj. Ule shportu, shtriu barkas. 1, 2, 3. Po nuk e di. 14 janë të mirë. Zgjidh njëne. Bluja është I një. Hajde në të stadion. Shumë faleminderit. Atëherë, më ndihmoni pak, juve që keni qenë aty prezent dhe keni parë me sytë tuaj. Kush ka fituar? Blu. Bluja I ka rëzu kejt e para. Bluja I ka rrëzuar të gjitha që është Kostana, apo jo? Urime Kostana! Faleminderit. Arbana, faleminderit edhe atyre që kanë votuar. Shpresoj të votojnë më shumë javën tjetër për mua. Atëherë Kostana shpëton nga televotimi dhe në këto qaste unë do të deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin për Indrin dhe Klevisën. Arbana! Po. Am shef këtu? Po. Kam një mohabet me ty. Po Indri, po, tani po të shoh. Okej. Kush tha do me dal? Ja, ideja është që unë e bana. Po bëja shaka se sa herë që bërë serios, kështu që del para kamerës. Jo, Angel, I kiron te. I kiron te, më Angel. E shef sa mirë të kam njoft. Ti më ke njoft shumë mirë.
Jo gjithmonë. Atëherë, ideja është kja shumë e thjeshtë. Pa fy kërkënd, pa vunë siklet kërkënd, ka disa ditë që jam të e blu këtë mëndim, edhe besoj që është pa, sepse kam najtë ma shumë në punë teme. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Unë mendoj që ma shumë se kaq s'kam që me dhanë këtij formatit, edhe më vjen gjëna me ja hek, do më thanë, vendi se për i pare në televotim fiton Klevisa që mund të ketë ma shumë se sa unë, edhe energji edhe qatë dushti. Pra në qose ju nuk mërziteni, unë kisha vendos që për mua është okej, sepse kam marrë maksimumin nga kjo eksperiencë, edhe në i vedin empty, bosh. Okej. Indri, nuk do që ta testosh veten në këtë televotim me Klevisën, një televotim i cili do të zgjas pak minuta, do të jetë vetëm sonte. Pra, nuk do të jetë... Ashtë okej, ta testojmë, po... Okej, e testojmë atëherë. Ta testojmë. E testojmë. Deklarojmë zyrtarisht të hapur televotimin. Votoni nëse dëshironi që të vazhdoj Indri, duke dërguar emrin e tij, ose nëse dëshironi që të vazhdoj Klevisa, emrin e saj. Votoni këtë doni të shpëtoni, votohet gjithmonë nëpërmjet voto.vision+.tv dhe aplikacionit My Vodafone. Votoni sepse do të zgjas shumë pak minuta ky televotim, ndërkohë që unë dua të falenderoj Indën në këto momente që prej 26 vitesh sjell profesionalizëm dhe cilësi në fushat e bujqësisë, kopshtarisë, industrisë dhe ndërtimit, duke u bërë pjesë e rrugtimit në ferma VIP me gamën e saj të produkteve dhe pajisjeve profesionale. Inde vazhdon mbështet sfidat dhe punën e përditshme të fermerëve tanë, mirënjohës për bashkëpunimin dhe suportin tuaj. Tani do të kemi mundësi